Sot para jush duhet të paraqes një krahasim mes dy popujve, mes dy shteteve, mes dy qasjeve. Kemi të burgosurit politik të akuzuar për terrorizëm dhe gjëra të tilla nga shteti sionist në Palestinë dhe kemi të burgosurit që i kapi Hamasi dhe i burgosin në Gaza. Dhe këto ditë na jemi dëshmitarë të një marrëveshje të anëpushimit dhe shkëmbimit të burgosurve. Dhe në këtë moment kur i shohim se si dalin të burgosurit jehudi nga burgjet e ushtrisë Kasamit dhe të burgosurit palestinez nga burgjet e shtetit sionist, e shohim dallimin shumë qartë. Këtu e kemi fotografinë e të liruarit, shifni gjendjen shëndetësore, torturat, maltretimet psiqike. Shifni domethënë peshën e tyre, janë koce likur, prej mungesës së ushqimit të mjaftueshëm, trajtimit të duhur, mungesës së trajtimit mjekësor e kështu me radhë. Janë fotografia që tregojnë domethënë, shifni, do të i burgosur mbi 35 vjet, edhe i maltretuar sa që domethënë nuk ka ngel prej tij shumë gjëra. Kjo është të fotografiat e të burgosurve palestinez që lirohen nga burgu sionist. Shifni tani fotografinë e të burgosurve jehudi të marrura peng nga ushtria Kasamit. 4 ushtare sioniste të mbajtura 15 muaj në gjendje, në situata dhe rrethana të jashtëzakonshme. Në Gaza, ku Gaza vazhdimisht granatohej, bombardohej nga ushtria sioniste. Çdo peng prej tyre ka pas njësi të caktuar i cili është marrë me ruajtjen e tyre. Ata kanë qenë në shërbimin e tyre vazhdimisht. U kanë dhënë ushqim, u kanë dhënë medikamente nëse kanë pas nevojë, u kanë marrë vendin e pastër sipas deklaratave të vetë këtyre pengjeve, këtyre burgosurve. Kuptoni? Ata vetë thënë se ka qenë vendi i pastër, ata vetë e pastronin edhe tualetin që e përdornim na. A Gaza e gjitha granatohej, bombardohej. Ky ushtari që i ruan të këto të burgosur, ndodhte që ati t'ja vrasin krejt familjen, t'ja shkatrojnë shtëpinë. Mirë po ai i ruan të këto. Pse? Se kishte amanet nga komanda, ama ma shumë se kjo amanet nga feja. Që të burgosurit të mbahen, të kujdesemi për ta, ashtu si kurse e ushqim vetë vetën. Edhe deklaratat e tyre janë ato që e dëshmojnë gjë të tillë. Ja tani ato, duke folur edhe në gjuhën arabe, falënderojnë ushtrinë Kasamit për trajtimin e mirë, për ushqimin, për pijet, për veshmbathjen që ata kanë dhënë. E falënderojnë popullin palestinez i cili është kujdesur për ta. Kurse populli i vet i ka garantuar ata. Është një ditë e lumtur për ne dhe shpresojmë që të lumtur për gjithë ju. 25 janar 2025. Ditë madhështore e cila tregon domethënë lirimin e tyre. Tani këtë kjo është një pjesë e rëndësishme e narrativës, e cila tentohet vazhdimisht të imponohet në botë se kinse populli palestinez është popull terrorist, e forcat okupatore sioniste janë forcat një shteti demokratik të zhvilluar, i cili do thotë nuk lejohet nga populli palestinez të zhvillohet si shtet edhe si shoqëri. E pamna tani se kush është okupatori dhe kush është lidhidashësi. E kuptuam tash se kush i respekton konventat e luftës, konventat ndërkombëtare të luftës dhe kush nuk i respekton ato. E kuptuam tani se kush e trajton njeriu si njeri, pa marrë parasysh edhe nëse është pjesë e forcave agresore, armiqësore, kolonizatore. Përderisa është peng, përderisa është i burgosur, trajtohet me gjitha kushtet. Këto në një prej deklaratave tyre thënë, na sollën medikamente. Nuk na bën dobi, shkon na sollën medikamente nga vetë shteti i Izraelit. Edhe do të tregojnë kujdesin e jashtëzakonshëm që kishin ata njerëz për të pengje. Këtë kjo për me kuptu se populli palestinez është në vendin e vetë.
Këta forca sioniste kanë ardhur për vendeve të ndryshme të botës, e kanë themelu këtë shtet dhe fatkeqësia më e madhe është se ata nuk mjafton me atë që e kanë glabëruar nga tokat palestineze, po vazhdojnë me ndërtu koloni të reja megjithëse me rezulta ndërkombëtare, Kombë e Bashkuar është ndalu do të ndërtimi i kolonive të reja, ata vazhdojnë bile tani në këtë fazë kanë fillu edhe pjesën e bregut perëndimor, që sipas marrëveshjes së Oslos llogaritet si pjesë e entitetit palestinez, të cilën ata nuk e pranojnë si shtet, edhe aty futen, edhe aty marrin tokë në vazhdimsi me mija dhe dhjetra mija, do thot edhe qindra mija metra katror, marrin prej tokave palestineze për ndërtu koloni të reja, për sill njerëz nga jashtë që të bëjnë ndryshimin demografik. E ata të janë shumica, këta të janë pakica, po kjo nuk mjaftohet vetëm me Palestinën. Ata kanë aspirata dhe ata e tregojnë të dalin edhe nga kufit e Palestinës, dalin në Jordani, dalin në Siri, e deri në Irak, e deri në Saudi, e këndej ta marrin krejt Sinan e Egjiptit dhe kështu ata ta themelojnë shtetin e madh të tyre nga Nili deri në Eufrat. Kjo është ajo që ata e thënë vazhdimisht. Kjo është ajo që ata e proklamojnë të gjitha format e mundshme. Nuk janë fjali që na u anveshëm atyre. Kushdo që i përcjellet ato situata, informatat rreth Palestinës dhe asaj që ndodh atje, i ka shumë të qarta për të hulumtuar të zbuluar në vetë këto, do thot, informata ose burime akademike. Andaj një pjesë e madhe e vetë hebrejve, kur e kanë pasë sionizmi nuk ngopet me asgjë, kanë filluar të distancohen nga sionizmi dhe ta kundërshtojnë atë. Ilan Pape, politolog, historian hebrej, i cili ka lind në Palestinë dhe ka jetuar në Palestinë, ka qenë i ngopur me ide sioniste, ka marrë pjesë si ushtar në ushtrinë sioniste në luftat e ndryshme në Palestinës, dhe kur vetëdijsohet dhe kupton se sionizmi është një kulshedër që nuk ngopet nga gjaku palestinez, një dragua që nuk ngopet nga gjaku palestinez, u zhvesh nga uniforma ushtarake, e braktisi këtë shtet, jeton në perëndim dhe vazhdimisht del me deklarata se kjo që e bën shteti sionist është duke ja afru fundin vetvetes, është duke e sjellë sa më shpejt fundin e këtij shtetit artificial në këto toka të popullit palestinez. Rezidenca e popullit palestinez që të ngelen këto vende, lufta e pa kompromis për të ngel në vendin e vet, me gjithë shkatrimet e mëdha, vrasjet e mëdha, masakrat e mëdha, gjenocidi që është bë, edhe sot që dëshmuam, do thot, pritjen 2 ditë që të kalojnë në pjesën veriore të Gazës, në qytetin Gaza dhe veriun e provincës së Gazës, e kuptuam se sa ata janë të lidhur për këtë tokë dhe se pa marrë parasysh çfarë marrëveshje ndërkombëtare, çfarë oferte u bën për ta braktisur ata Gazën, me gjithë këto shkatrime dhe rënime që janë në të, ata nuk e lanë këtë vend, janë gatshëm të vdesin, të masakrohen, që ushtrohet gjenocidi ndaj tyre, por ata nuk e lanë vendin e tyre. Kjo është atë dhe dashuri. Kjo është e natyrshme për çdo njeri. Edhe andaj çdo njeri normal, lidh i dashës, duhet të përkrah kauzën e tyre dhe duhet të kundërshton me të gjitha mjetet e mundshme agresionin sionist që bëhet atje në Palestinë. Lutim Allahun e Madhëshëm që kur mos kthehet lufta në atë vend, të vazhdon ky popull të jeton i lirë, të kthehet e gjithë toka atyre që e meritojnë, e të sanksionohen, dëshkohen, dënohen të gjithë ata që kanë shkaktuar gjenocide, masakra dhe shkatrime të këtilla apokaliptike në Gaza dhe në Palestinë përgjithësi.